Dhe dashur miq, në këtë pjesë të programit kam të ftuar dy artistë të mëdhenj të skenës së muzikës shqiptare, të cilët kanë lënë gjurmë çdo herë me projektet e tyre. Ata së fundmi na vinë me një duet të mrekullueshëm, i cili sjell emocione dhe shumë nostalgji për gjithë që e dëgjojnë. Shkelzënje Tishi dhe Gentian Gojani nga Kosova, domethënë për herë të parë është privilegj që të i kem në emision së bashku, edhe pse Gentianin disa herë ka pas raste që e kam pasur, por të madhin Shkelzënje Tishi me shumë kënaqësi dhe duke e falendëruar publikisht që do bëhet pjesë e Ritmi Ditës për të folur edhe për këtë projekt që ka së bashku me Gentianin, gjithashtu edhe për karrierën e begatshme të tij muzikore që e ka tani e më shumë 4 dekada. Përshëndetje dhe mirë se më erdhët. Përshëndetje, mirë se u gjetëm. Faleminderit që na ftuat në këtë emision. Përshëndes gjithë ata që po na shikojnë tek Ritmi i Ditës, ju dëshiroj një ditë të mbarë. Shëndet sa më shumë dashuri. Shumë faleminderit. Gentian, përshëndetje edhe për ty. Përshëndetje Aida, është gjithmonë kënaqësi me të qenë mysafir në emisionin tënd, televizionin tuaj. Kështu që jam shumë i lumtur që sot jemi së bashku me Xenx. Unë jam edhe më lumtur që i shoh dy zëra briljant, përveç se në atë duet që kishte dalë shkëlqyeshëm, edhe në këtë moment që do flasim edhe për këtë projekt, por edhe për pak a shumë edhe duke përmbledhur edhe ato sfidat dhe karrierën tuaj tani ndër vite. Do e nisim me Xenin, më fal Gentian, meqense e kam për herë të parë dhe sigurisht që duhet ta nderojmë edhe më tepër. Si lindi ideja për këtë bashkëpunim dhe kush ishte ai i pari që dha dritën jeshile për këtë bashkëpunim? Po, i pari ka qenë Gentiani, me thonë të drejtën, ka qenë nismëtari, ideatori i këtij bashkëpunimi, të cilin me thonë drejtën e vlerësoj shumë. Në fillim, jo që kam vizitu, por kam pas disa kërkesa, e kam zgjatë, ndoshta vendimin tim që të marr pjesë me Gentianin, veç se ka qenë arsyeja që bëjmë diçka të bukur, sepse një kohë goxha gjatë nuk pata realizu diçka. Edhe desha që t'ja qellojmë temës edhe t'ja qellojmë muzikës edhe komplet projektit, që mendoj që e kemi arrit edhe jam shumë i lumtur që e kemi realizuar së bashku me Gentianin këtë projekt. Po, Gentian, si u mirëprit nga publiku një tematikë ndryshe nga ju të dy që jemi mësuar t'i shohem. Edhe pse sigurisht që nga zhanri muzikës nuk keni ikur as pak, por që teksti është më ndryshe nga të tjerët. Daja, i këndoni Dajës? Këndojmë Dajës, është shumë ndryshe sepse në përgu drejtën Aida nuk ka kohë për Dajën. Jenë disa, po do shta jenë pak më të vjetra dhe ideja lindi me një darsëm që kishte kërkesë për kongën e Dajës, edhe aty lindi ideja që ta bëj një kongë për Dajën, po në fillim ajo ide nuk ishte direkt me Xenin, ishte ideja vetëm për kongën e Dajës. Ndërkohë kjo vetë tema për Dajën erdhë si ide që ndoshta është mirë më konë unë e nipi edhe Daja me qenë dikush tjetër. Edhe pastaj të mundu kush më mirë, kush mund t'i përshtatet më shumë sa i këngë. Më tepër se sa Xeni, që një herë është edhe idoli im i femirisë, edhe i tashëm, edhe i përhershëm. Unë jam rrit në zonën e Xenit, edhe normal, kom pas vizitim, unë me Xenin kemi pas muhabet, kemi pas shumë aktivitete, dasma mramje bashkë, po jo një projekt të përbashkët. Jo për një projekt, edhe kom pas vizitim një thonë, po jo për natyrës jam tip që guxoj shumë edhe nuk e kom det, ndoshta gjithë kanë këto të rritë moshës time, edhe më të rritë, ndoshta edhe më të vjetër, kanë dëshirë ta keni një këngë duet me Xenin edhe me hyje të tjerë të muzikës, po ngurrojnë ndoshta një thonë. Për t'i bërë ftesën. Për t'i bërë ftesën, unë nuk ngurrua s'pak, edhe dua ta falenderoj publikisht që ka pranuar ta bëj këtë duet që për mua do të jetë në historinë e karrierës time. Definitivist. Po më thoni se çfarë përfaqëson figura e Dajës në këtë këngë? Si këndohet Dajës? Cili është ai mesazhi ndoshta që jeni munduar ta përçoni më shumë për Dajan? Po, unë mendoj që në ambientin tonë shqiptar nuk ka lidhje më të fortë se nuk me Dajën, familjet tona. Shumë e vërtetë. Edhe mendoj që kjo ka qenë edhe teksti kësaj këngë, përmbajtja e tekstit kësaj këngë ajo që nuk ka bërë më vendos për
Ka pranuar këtë kam projekt. pranu, përveç respektit që kom pas vazhdimisht për Gentianin, për punën që ka bo, për aktivitetin që ka pas, por më thënë drejtën kjo këngë nga ka ofru shumë ma tepër, edhe më ka shti më shumë me njoh Gentianin, edhe me dash më shumë për punën, për vullnetin që ka, për gjithë organizimin që ka bërë rreth kësaj këngë, sikur ardhjem sot tek televizioni juaj, edhe në televizionet tjera. Domethënë, daja, mendoj që mu kanë fillu edhe në qytet kur përda për përno ku je daj. Sa interesante. Edhe unë po nisna vetë prej familjes si fëmijë kur kam qenë që nuk ka pas gëzim më të madh kur kemi shku te daja, domethënë ka qenë një lidhje e fortë që ekziston edhe për fatmirë të ne shqiptarët dhe sot e kësaj dite. Tekstin e ka bërë Shkelqin Raci, po është një Shokioni nga Gjakova dhe muzike. Edhe mendoj që ja kemi qellu sepse nuk ka pas një këngë tillë. Demi sot ka pas këngë për Hallamave, Tezja, Agja, ku ta di unë. Po. Nëna e babaj më të shpeshta. Po. Edhe kjo ka qenë mendoj që ka heqë goxha mirë, është prit shumë mirë prej publikut, për çka janë shumë i lumtur. Cilat kanë qenë ato komentet e para që keni arritur t'i merrni, ndoshta të papritura nga të afërmit tuaj, fansat, ndonjë koment kështu që ju ka lënë kështu mbresa më tepër, e kujtoni ndonjë? Familjarët e mi e kanë prit shumë mirë, edhe shoqënia jame ka prit shumë mirë. Ka qenë edhe e papritshme për ta, sepse une nuk desha më tregu kërkujt pa dalë klipi. Desha një nuk surprizë komplet, sepse me shumë mujë me herë dhe kemi ditë bashkëpunimi që të nga Po, bëjmë. pra. Komentet kanë qenë shumë të mira, diçka veçantë ka qenë prej dajve të mi. Që ta në mone të zeni daj në arrove. Sa krenar pas kanë qenë që i ke kënduar dajve, po në videoklip shihet që të zenin e ke daj. Po, unë kom videoklipe, kom edhe dajen tim aty në kratë majt. A po, se ka dhe të tjerë. E kom Gentianin, pastaj kom edhe nipin tim, krahas Gentianit aty. Po komentet ka qenë mas pari, ka qenë prej daje, sepse është edhe, ka pas edhe emocion edhe është një shumë i dyshim. Unë kom dy daje, një është në Gjermani, tjetër është në Gjakov, që shihet ma shpesh me te edhe kam një emocion ma të veçantë sepse është daja e madh. Edhe daja dhe gjithë familja ti kanë një nostalgji me të thonë të drejtën, kur e kanë të gju këngën, edhe kur e kanë pa pastaj videoklipin, realizimin e tij. Domethënë këto e komentet e përgjithshme që kanë qenë mua në qytet, thash se do të thonë ku je daj. Nuk ka të 2 javë që është lansuar, a? Ashtu. Rreth 2 javë. Po, ashtu. Ma pak se 2 javë. Po, rreth 2 javë. Ne fillimisht i pam sekuencat e shkurtra në rrjetet sociale që do lansohet dhe ai ishte momenti edhe kur ju kontaktova që sapo të lansohet. Domethënë ju dua t'ju kem në intervistë, me shumë kënaqësi kuptohet. Ideja e videoklipit ishte e juaja apo se m'pëlqeu e përmendet që kanë qenë prezente edhe nipat edhe dajallarët tuaj, domethënë në videoklip. Si e mirëpritën ata ftesën për të qenë pjesë e videoklipit dhe sa ishte i vështirë realizimi, duke ditur që emocioni dallon, nëse ke vërtet dajen aty apo nipin, qoftë nipi, edhe nëse kishin qenë aktorë të tjerë. Me thonë drejtën, unë e kom pas dajen aty edhe në shumë momente më ka ardhur ai emocioni, po e kom kthy mendjen edhe si e shisha dajen, i kisha me njëherë më smera në ndikim mos të vrehat. Ndikim të emocioneve. Po kom pa edhe taj se disa herë është gati është për lotë. Shihet edhe në videoklip. Po, vrehet. Se është emocion. Por ndryshëm kom qenë edhe lipi i madh i tyne, edhe kom pas fatin që ma ka dhënë Zoti zanin, domethënë edhe jam veçuesi me aktivitetin tim, me afirmimin tim, domethënë kom pas një vend veçantë edhe në familjen time, edhe të daja, edhe të tjerë. Ka qenë pak e sikletshme. Pastaj me përshtim gjitha këngëve tjera që i kom po, domethënë qikat e dajës, e djemt e dajës, e kanë prit ndryshe dhe te ata kom po të postimet e tyre, të komentet e tyre, domethënë e kanë një krenari edhe për mua, po kanë një herët edhe krenari edhe për dajen, që respektu një tjetër, jemi bashkë. Sepse ajo, në fundit ajo dokumentet një kujtim i përhershëm. Unë me dajen tim edhe me Gentianin do t'jemi për një kohë shumë gjatë. Pastaj jo vetëm të ju, por tek gjithë që e dëgjojnë, kuptohet ashtu e thashë edhe në fillim. Mos i përflasim për dajen, por ato e shpjegohet.
Po. A mendoni se kjo këngë do ngelet edhe si hit i pavdekshëm, ashtu si shumë këngë tuaja që kanë përcjellur shumë mesazhe dhe kanë ngelur hitet e pavdekshme që dëgjohen nga të gjitha gjeneratat? Kam një ndjenjë shumë të mirë sepse do ta zënë kanë të mirë në gjithë krijimtarinë time, edhe të Gentianit dhe si duhet sepse unë kam pas shumë bashkëpunime me shumë këngëtarë të tjerë. Po përveç Korapit, djalit, Gentiani është i pari në gjeneratat e reja që kam pas. Gjithë i kam pas më të vjetër si me Vasen Ismet, me Bajrush Dotën, me Shuretën, me Manjolën, me Kastriot Tushen, me Elifarën, do me thoni, ose janë bashkëmoshatarë të mi aty parë, ose janë më të vjetër se unë. Gentiani je kritikuar për sa kohë që është xhiruar videoklipi kënga njëkohësisht nga i madhi Xeni? Ka ndodhur që të kritikohesh? Jo, nuk është që në ka jap në kritik Xeni, po i kam i prit edhe idetë e mia, edhe Xeni ka jap ide, sidomos për videoklipin, sepse pak është e vështirë ta punohet një videoklip në kohën e sotit me regjisor. Kërkon shumë kohë edhe ndoshta në fundit kur regjisori ta qet letër çka të don me bë, momentin që ty nuk pëlqen, vje keq edhe mi kthy, më thonë nuk po pëlqen, kështu që në bazë të përvojës që kam unë me shumë videoklipe, në bazë të përvojës që ka Xeni me shumë videoklipe, vendosëm që atë pak regji që është në videoklip, ta bëjnë na vetë, edhe shkoj super mirë, gjithçka mirë. Kritika për Xenit nuk kam pas, vetëm kam pas fjalë të mira, kështu që Përderisa ka vendosur që të ketë këtë bashkëpunim me ty, besoj që tash duhet ndalen pak te Gentianin, tash është bashkëpunimi i parë imi me Gentianin. Edhe më i thonë vetëm keq net, edhe të vazhdojmë po nuk shtë. Mos ndalet, sepse kompani djalë punëtor, një djalë që edhe punën që e banë të me shumë pasion dhe dashuri. Me dashuri, me pasion, të menduar mirë, pa ngarku, sepse ne shohim lloj videoklipe, shohim domethënë pak po tazat që populli. Rrallë dhe përmall. Bravo. Edhe unë prapë po them Gentiani dëshiroj të shëndet edhe të vazhdoj kështu sepse shumica e punës këtu ka profete dhe nuk vishëm në kamet që me thonë në sugjerim vogël që pak ka pas nevojë, nuk ka pas vend sepse i ka po shumë bukur. Brava. Nderuar, do ndalim edhe pak te ju, duke ditur që keni një karrierë të pasur, do të thënë artistike në muzikë, mbi 4 dekada në skenë profesionalisht. Më thoni si e shihni, do të thënë muzikën në krahasim me vitet kur keni filluar ju, sa ka ndryshuar stili i muzikës dhe sa automatikisht është bastarduar, mund të themi, muzika e mirëfillt shqipe? Unë kom mbërri 2 periuda, do më thonë edhe të monizmit edhe pas luftën, do më thonë, në sistemin demokratik tani që jemi. Po. Kom startu, do më thonë, ato vishët 7-9-10 të tutje, kur ka qenë një radio-televizioni Prishtinës. Kanë qenë radiostacione dhe radio-televizioni Radio Prishtina, Radio Gjakova, kanë qenë Radio Peja, këto radiostacione. Qyteteve lokale. Ka qenë një periudhë shumë tjetër. Muzika ka qenë, kur unë ka të konfirmu prej të nitjes, ka ndodhur një revolucion në muzikën shqiptare. Edhe në popullore, posaçërisht në folklorin, sepse përjetum të nitën, demonstratat edhe patriotizmi, ndjenja, emocionit të dashurisë ishte në kulm. Edhe aty u prodhun shumë këngë patriotike, shumë këngë advetare, po edhe njerët edhe këngë lirike, këngë dashunie që, do me thonë, ma vonë, me kalimin e viteve ndodhi viti 90 kur edhe u mbyll radio-televizioni i Prishtinës. Aty mendoj që morret atë pjesën muzika, edhe një fillimin demokratizimit të jetës në përgjithësi, një farë lirie e shfrenuar. Merr atje, vjedh atje, kopjo atje. Edhe ndodhen disa gjana që me thonë drejtën unë me orkestrin në momentet caktuar ka vitin 94, 5, 6, kemi qenë në një moment që thamë nështë
po lojnë krejt muzikën sepse ndodhen shumë ndryshime. Ka pas edhe ashtu raste, domethënë. Ndodhen tek ne sepse muzika ta quj e komponune. Slap të thëshim në më komponova në muzikë. Ajo ka qenë, e kanë bo gjithmonë, ose Tallavaja, për shembull. Ka qenë, ajo ka vendin e vet, ajo është muzikë e bukur për e ka vendin e vet. Por ata që e duan dhe e dëgjojnë. Por ata që e duan, ne i vëmë bien. Po te ne u përzi. Se më thonë, nuk ishte televizion, nuk ishte institucion. Edhe aty ku bojë muzikë, në shumicën e raste përzi e bojë lloj zhanre, shekë. Aty ka qenë ajo bastardimi, si me thonë. Dhe sfida më e madhe që e keni përjetuar. Ne jemi mundu që t'i ruajmë ato vlera, të jemi kujdesshëm, edhe mendoj që ja kemi arrit. Po tashti po flasim për këto vite tjera, mendoj që jemi në një pozicion shumë më të mirë sepse ka filluar me u kërcu gjanat edhe në muzikën popullore, po flasim për muzikën popullore ku jemi ne. Mendoj që është ka bjen në vendin e vet, ka krijime shumë bukura të muzikës popullore, të mirëfillt të shqipe. E normalisht e ka edhe krijime tjera të cilat nuk kanë ndonjë vlerë, po aq ka hapësirë tani nëpër radio televizione, aq ka shumë që ke mundësi me zgjedh, për shembull, çdo zhanër. Çdo zhanër, çdo. Unë mendoj që jemi në ditë më të mira tani se sa kemi qenë vitet më të mëdha të muzikës popullore. Gentian, je ndër këngëtarët që je më së shumti aktive, them këtë hapur në shumë mbrëmje muzikore dhe sigurisht që performancat tua janë live, drejt për drejt me publikun. Si është ajo ndjesia i kontaktit me publikun dhe ndjesia e të kënduarit live vazhdimisht? Po është ndjesia ma bukra për një këngëtar, është kënaqësi e madhe me kënu live, kënaqësi e madhe me qenë para publikut, sidomos kur i këndojnë këngë bashkë me ty, është edhe ajo shumë kënaqësi e madhe. Jam shumë i lumtur që kemi ftesa prej organizatorëve edhe ftesa prej njerëzve që organizojnë dasma të ahenzë të ndryshme. Edhe po shpresoj të vazhdoj kështu. Ka ndonjë vend posaçëm që ende se keni provuar të kënduari live në ndonjë mbrëmje muzikore, qoftë në Kosovë, ndonjë Po më thonë për qytet kështu? Po, qytet apo edhe vende të flasë? Sa i përket Kosovës ose Maqedonisë kam këndu gjitha qytetet. Ska venda. Po ndoshta në Shqipëri nuk ka që pak më të ralla. Janë shumë të ralla. Ndoshta në Shqipëri ka një qytet që mbet më aktiv. Do kthehemi tani prapë te i madhi Xeni për mbrëmjet muzikore, dasmat kryesisht, sepse e di që në dasma jeni më shumë i angazhuar, duke ditur që në mbrëmjet muzikore ndoshta i keni më të ralla, apo jo? Jo, po, më të ralla janë, se sa unë më të thonë drejtën gjithë aktivitetin tim përgjithësi, shumicën e kom pasën për dasma dhe ato kom pasë si specialitet, si me të thonë, timin, për cilën edhe njerëz të njohin më shumë, më kanë besu për atë punë që kom kry. Dasma është një kënaqësi e veçantë, kërkon një emocion tjetër, në krahasim me mbrëmjet muzikore, në krahasim me koncertet, me turnet të ndryshme. Është përgjithësi shumë e madhe sepse jetë tek një familje, ata janë përgatit kohë gjatë. Është event i cili bëhet një herë, si fejesa, si martesa, si sunetia, e ka kupton. Edhe kërkojnë një emocion edhe jo mundu me dhanë shumë dashuni, shumë këngë, shumë. Po njëkohësisht jam i lumtur shumë se kom arrit që ta përmbush atë kërkesë, edhe normalisht që në kthim kom marrë edhe shumë dashuni prej njerëzve, prej atyre që kanë qenë prezent, të cilët më kanë përmbush edhe më kanë frymëzu për punë të mëtutjeshme. Sigurisht që motivi më i madh janë ata për juve. Absolutisht. Po vazhdoni ende të jeni aktiv, kaq sa keni qenë për dasma? Po, por si keni këtë vit? Tani jam jo si Xen me marrë përgjegjësinë për komplet dasmën, po tani shkoj vetëm si mysafir. Për një orë diçka, do më thonë në atë formë. O me Gentianin, o me orkestra tjera, pavarësisht ku nëpër Kosovë, në përgjithësi në Shqipëni e kudo. Po, Gentiani?
Si e ke këtë vit? E ke përmbush gjithë kalendarin ose ka ende data tjera? Me rajtë në konë ka data tjera. E gëllik të dhej, po, full, s'ka, va mi thirë gjene i data. Jo, ka ende data tjera. Për njerëzit e tu, si thonë, për njerën tem. Për hatër tonin, se s'ka. Ka ende data tjera. Kjo është pak, puna e datave është pak edhe në formë lotarisë, sepse ka ndonjë datë që janë mbi 10 kërkesa. Njëjtën data në gjithë me ta është e zbrazë. Është e zbrazë. Domethënë është punë lotarie sa. Kështu që ka ende data tjera, por jam i lumtur sepse ato çka unë kërkoj është e përmbushme, edhe po shpresoj kështu të më shku mbarë mirë edhe ky vit edhe viti jashtë. Urojmë. Xeni, më thoni se si shihni brezat e rinj kur këndojnë këngët tuaja, qofshin ato më të vjetra, qofshin edhe ato më të fundit. Sa ju përmbush kjo, përveç brezave të rinj që flasë për publikun, gjithashtu edhe këngëtarët e rinj, në këtë rast edhe Gentiani që shpresoj që i këndon shpesh këngët tuaja. Po, është kënaqësi kur i ndëgjon këngëtar të rinj që i përtrin këngët tua. Edhe në për ahengje, në për koncerte, në për mbrëmje, është emocion i veçantë sepse është një parametër që tregon që ti ke lënë një gjurmë. Do të thonë punën tënde e kanë pëlqyer, edhe interpretimi i këngëve të mia vetë sa forcon atë ndjenjen e punës time, atë dashuri që kom shfaqë, kom tregu në këngë, në aktivitetin tim, në jetën tim. Kom pas edhe shumë raste për shembull që këngëtarë të ndryshëm kanë dashur Kalana Ulçinit, Jalla mor bil, vetëm bile më ka pyet një shok, një koleg i Shqipënisë, edhe më tha, bën ta interpretoj, thash po më interpretoj, thash se për ndryshe nuk është edhe komponimi im, thash. Jalla mor bil ka qenë më e vjetër se këngë dëgjune, nuk di autor, domethënë ka qenë këngë folklorit. Por që ne gjithë e dim që është e juaja. Është e Xenit, domethënë kamet. Po ashtu edhe Pranvera është një këngë Shqipënisë mesme, që në vajtën e përmenda kom realizu në studiot radio-televizionit e Maqedonisë. Po e nuk është këngë imja, është këngë Shqipënisë mesme, po ajo tash kam jetë edhe në Shqipëni, e kënojnë ato si këngë të Xenit. Domethënë që janë edhe të vetë banor të Tiranës Shqipënisë mesme. Ka shumë këngë në gjitha albume që keni pas në gjithë repertoarin tuaj. Po, pak më parë se janë 25 vite. Po. Në pyetje. Nuk e keni menduar që për nder të fansave tuaj të vini me një koncert madhështor? Kur i kom mush 50 vite, kom pas plan që të bëjnë një koncert jubilar, si me thonë, po mu ka duk pak herët, sepse kom thonë kom koha la, asi. Pa u dorëzuar. Unë i bona 60 vjetë, tash gjellet e ne, edhe vjetë nuk e realizova, sepse ndodhi pandemia, pak u shkputo në prej jetës artistike, po tash ta shofim e kom peng. 65, e kom peng, që ai njeriu mundet me bo kur don jubilej e bën. Pa dyshim. Se nuk prish punë, po është gjithçysh se është në plan ajo të realizohet, që të përmbledhet një punë e përgjithshme që është bërë, të përmbledhen këngë më të bukura, më të mira, më të pëlqyeshme. Pa dyshim pse jo edhe mos toftohen që ata artistë që i kanë kënduar vazhdimisht edhe këngët tuaja në një formë respekti. Absolutisht, unë një formë të... Duke u nisur nga Gentiani, një formë të përkujtimit karrierës time, kom pasur në koncerte që i kemi bërë bashkë me Kastret Tushën. Kanë qenë 5 koncerte të këngë të Jusuf Mëzyrit, Qamilit Vogël, Mustafa Budinit, Pera Shkodrana dhe që ka qenë tjetër. Do më thonë, kem pas një koncert që ka qenë mjaft mirë i realizuar dhe është pritë dhe kalon shumë gjurmë në jetën artistike që të shqiptare, më të thënë, si në Kosovë dhe në Shqipëni. Po pse jo të mos bëhet edhe një koncert për mbledhës, po atër kur thash moshën 50 vjeçare, kom fregu me se thash vështirë të fakt. Presim 65, ose edhe 70, pse jo. Faleminderit shumë.
Cili do të ishte mesazhi juaj për gjithë publikun të cilët nuk kanë pasur ndoshta mundësi ta shohin deri më tani dhe ta dëgjojnë këngën Daja dhe për gjithë ata që i kanë të prenotuara dasmat dhe pse jo në dasmën e tyre të jehojë edhe kjo këngë. Po. Gentian? Dua ti përshëndes gjithë, edhe kjo këngë duhet ta zënë vendin në për dasma të shqiptarëve kudo, kështu që i ftoj gjithë kolegët tanë ta mësojnë sepse është një këngë shumë e bukur edhe ta kenë hapësinë në dasmat e tyre. Në çdo aheng. Në çdo aheng. Po. Unë jo që i ftoj ta mësojnë, po unë mendoj që kjo këngë duhet me mësu. Duhet me mësu sepse është një këngë e cila ashtu siç unë e kam marrë për shembull të zom halla e madhe, unë e kam marrë prej e kem marrë të spari e kanë bo të shoshnia, nuk e kujtoj tamam Ibe Palikuqja për një ndorapo, ma spari kur e kanë vitën 80 diçka po, halla e madhe, hajde halla e madhe. Edhe unë e kam marrë dhe s'kam hezitu. Prandaj mendoj që edhe kjo është njëra ndër këngët e cila është pjesë e ahengut, pjesë e familjes, edhe duhet të interpretohet sepse i këndohet Dajës. Definitivisht. Unë më ngjelet ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që ma zbukuruat vërtet këtë program dhe që u thanë gjitha ato fjalë që ishin të nevojshme të dëgjohen deri tek publiku edhe për këtë projekt fundit, por edhe pak a shumë në disa pika edhe për karrierën tuaj, gjë që nuk e kemi pasur, Gentianin e kam pasur, por që këto pyetje sigurisht që duhet vazhdimisht të bëhen, sepse vërtet është një djalë shumë aktiv që punon dhe i duhet tregut të muzikës së mirëfillt shqipe. Faleminderit që na ftove, për mua posaçërisht është një kënaqësi e veçantë se më thon drejtën moti s'kum qenë në mediat e Maqedonisë. Edhe kënaqësi sepse do të na shohin gjithë ata njerëz, posaçërisht i përshëndet gjithë ata njerëz që unë vite më parë sa ke kënduar për dasma, për koncerte. Koncertet ato vite kur po flas 90 kanë qenë shumë aktivitetet kryesore, për fat keq që tani vitet e fundit nuk kanë buj, nuk edhe aktiviteti artistik shumicën e raste bëhet ose në për ahengë ose në për restorane të ndryshme, po ata kanë qenë emocione të tjera. Andaj po shfrytëzoj rastin që ti përshëndes gjithë ata dhërues të mit që sot po takohem me ta kështu nëpërmjet ekranit, ju dëshiroj shëndet edhe të shifemi pse jo në për gëzime të ndryshme, në për familje të tyre, në për koncerte, kudo. Faleminderit shumë. Faleminderit shëndet juve, edhe televizionit tuaj, dhe spektre. Shumë faleminderit. Atëherë shikuesve vetëm se më ngjelet ju them që ta shijojnë tani ta dëgjojnë këngën Daja, edhe pse deri më tani e patën në sekuenca të shkurtra, por që do i ftoj tani ta ndjekin komplet këngën Daja nga Shkelzenia Tishi dhe Gentian Gojani. Faleminderit që na ndoqët.